Për kushtim, sakrificë dhe kujdesin një mësimdhënësi, mbi 30 vite mësimdhënës në gjimnazin e Kërqovës, tani më prej ditësh në pension. Ky është profesori Gjeladin Rushiti, i cili në vitin 1994 ka kapur për herë të parë ditarin si mësimdhënës në shkollën e mesme të Kërqovës, për të vijuar deri në pension si profesori matematikës. Si periudhë më të vështirë për 30 vite punë kujton periudhën kur kanë hasur në rezistencë për hapjen e paraleles matematiko-natyrore në gjuhën shqipe në gjimnazin Mirko Mileski. Periudha më të vështirë kur kemi pas për shembull hapjen e paraleleve, se në fillim kemi pas 1-2 paralele në gjimnaz. Mirë po tash me kalimin e periudhës, me kohën, me shtimin, se në atë fillim bëhej testimi për pranim të nxënësve në shkollat fillore. Aty kishim pengesa për hapjen e drejtimit matematiko-natyror. Kujtohet për shembull rasti kur angazhuan gjithë stafi jon që të hapin paralelen e parë matematiko-natyrore. Ndërkaq, shqetësim shprehu për pagat e ulta të mësimdhënësve krahasuar me rolin që kanë në shoqëri dhe në edukimin e gjeneratave të reja. Ka mangësi shteti si shtet, Ministria e Arsimit, tash merremi konkret me Ministrinë e Arsimit. Duhet të rrisin rrogat që mësimdhënësit ketë vullnet për punë, që mos të angazhohet në angazhim të dytë, që të mundet të mbijetojë. Mirë po, aty që të arrit cilësia, të arrit suksesi, Ministria e Arsimit duhet të rrisi rrogat, se me këto rroga që i kanë momentalisht në të vërtetë janë të ulta në krahasim me standardin që është në Maqedoni. Profesori për gjeneratat që vijnë ka një mesazh. Janë nxënës të mirë po, mbas të kushteve që kanë në krahasim me gjeneratat e më përparshme, është më mirë që të ulen ta shfrytëzojnë maksimumin në mësim, se kanë kohë edhe të lirë edhe me teknologji. Ai thotë se edhe pse tani më po shijon ditët e para të pensionit, i mungon zilja e shkollës, zhurma e nxënësve dhe padyshim kolegët e punës. Ndërkaq, shprehet i gatshëm edhe sot, pas pensionit, të ndihmojnë nxënësve të cilët kanë nevojë për mësim shtesë, vetëm që të ecin përpara.